Përshëndetje dhe mirë se po takohemi përsëri edhe këtë të premte me emisionin të Veçlit e Gjakovës. Siç po e shihni, jemi në një lokacion tjetër të këtij institucioni, jemi këtu në Çabrat për të parë përsëri nga afër të gjithë procesin, të gjithë mbarvajtjen se çfarë realisht ndodh gjatë një dite në institucionin parashkollor Ganimet të Tërbeshit këtu në lokacionin në Çabrat. E nga ju mbetet vetëm që të vini me ne, e ne së bashku të shohim aktivitetet e shumta që fëmijët i realizojnë me edukatorët e tyre. Këtë javë të Veçlit e Gjakovës në institucionin parashkollor Ganimet të Tërbeshit, lokacionit Çabrat. Si në lokacione tjera, edhe në këtë objekt puna fillon në ora 6:30, ku prindërit dhe kujdestarët sillin fëmijët të cilët mirëpriten nga edukatorët. Përgjegjësit luajnë rol të veçantë në secilin prej lokacioneve, duke bërë që puna në të gjitha objektet të shkojë sa më mbar. Intervistat normalisht që realizohen edhe me përgjegjësen e cila e shikon më së miri mbarvajtjen e procesit në këtë institucion. Unë pranë meje kam përgjegjësen e lokacionit këtu në Çabrat, Violeta Koshi. Përshëndetje dhe faleminderit për rikthyen. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në kopshtin tonë. Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është e jona. Atëherë përgjegjëse, sa grupe fëmijësh i keni në këtë lokacion? Kështu i kena 3 grupet, pi 0 deri 9 muaj deri në 2 vjeçë. Grupi 2 është 2 deri në 3, edhe dhoma e 3 është 4 deri në 5. Sa fëmijë keni gjithsej? Krejt 45 fëmijë. Po me numrin e edukatorëve, si qëndroni? Edukatorët 3 dhoma që janë, me ka 2 edukatorën, i kam kuzhinierën, pastruesen edhe rojen në çdo kopsht. 10 vet jemi. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit që keni ardhur. Me lojrat e punuara nga edukatorët, fëmijët e grupmoshës 9 muajsh deri në 2 vjeç luajnë e kërcejnë nën tingujt e muzikës. Patjetër që aktivitetet nuk mungojnë për datat e shënuara edhe tek fëmijët e grupmoshës 2 deri në 3 vjeç. Muzika e vjershat janë çdo ditë të pranishme tek fëmijët e këtij kopshti.
mëngjes, fëmijët e grup moshës 3, 4 e 5 vjeç përshëndesin njëri tjetrin e në rreth këndojnë këngë. Pas këngës së mëngjesit nuk mungojnë edhe lojrat me njëri tjetrin e vjersha tjera që i mësojnë çdo ditë. Kokën rrotullojma, syçka ti mbulojma, shokun përqafojma, pastaj numërojma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edukatorët luajnë rol të veçantë në përkujdesjen e fëmijëve, duke u munduar që fëmijët të kalojnë sa më bukur në kopsht. Nuk mungojnë intervistat edhe me edukatorët në këtë institucion, e unë pranë meje kam edukatoren Vjolca Rexhepi. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kopshtin tonë. Mirë se ju gjetëm. Atëherë edukatore, me cilën grup mosh punoni ju? Ne punojmë me grup moshën 3, 4, 5, gjithsej kemi 16 fëmijë, edhe ka mosha të ndryshme në fakt, se mungon një grupi fëmijëve, edhe i kemi të përzira moshat. Kur jemi tek bashkëpunimi me prindër, si qëndron për grupin tuaj këtu? Si e shohin prindërit punën tuaj në kopsht me fëmijët e tyre? Bashkëpunimi me prindër është shumë i mirë. Përderisa kemi bashkëpunimin edhe ne punojmë edhe më mirë. Fëmijët janë të kënaqur, prindërit po ashtu janë të kënaqur. Në fund ditës kur i përcjellin fëmijën me buzëqeshtë është kënaqësi për neve. E kur jemi tek fëmijët, po e shohim që po luajnë këtu edhe recituan poezi e vjersha të ndryshme, por cilat janë ato aktivitete që fëmijët i kanë pak më shumë të preferuara? Më thënë drejtën, fëmijët më tepër kanë qejf të dalin në oborr. Aktivitetet e oborrit ju pëlqejnë shumë. Prandaj mezi spresin, pas shujtës mëngjesit ta e kanë të preferuar të dalin në oborr dhe lozin. Aktivitetet i kanë të lira. Kush don aktivitete më ndryshe, i kanë të përzira aktivitetet veç për kënaqësinë e tyre. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Më ndërqofshi, faleminderit juve. Intervista zhvilluam edhe me fëmijët, të cilët çdo herë janë shumë të lumtur të ndajnë pak nga vetja për ne. Tash unë jam këtu në mesin e fëmijëve, i kam disa prej fëmijëve të këtij grupit të moshës 3, 4, 5 vjeç në këtë institucion, e tash do t'i pyesim së bashku se si quhen ata e sa vjeç janë. Po filloj këtej. Përshëndetje, si e ke emrin? Aminesar. Po ti? Lumajda. Ti si e ke emrin? Kaula. Ti si quhesh, si e ke emrin? Agim. Ti si e ke emrin? Qega. Dhe ti? Luna. E ti në fund si quhesh? Arja. Arja, ajo pyes tashun e juve edhe për moshën. Sa vjeç je ti, Arja? 3 vjeç. Po ti? 4. Ti si sa vjeç je? 4. Ti, Agim? 5. Ti sa vjeç je, Kaula? 4. Dhe ti?
Kur moti është i mirë me diell, aktivitetet i zhvillojnë edhe jashtë në obor. Njëra nga vajzat më qertë këndoi një këngë të bukur për ne. Unë pranë meje kam këtu një vajzë të cilën do ta pyesim për emrin e saj, për moshën e çfarë i pëlqen të bëj më së shumti këtu në Kopsht. Përshëndetje, si quhesh? Emel Qikadria. Emel, sa vjeç je ti? 5. Emel, ti a të pëlqen Kopshti këtu që vjen çdo ditë? Po. Emel, unë dua të pyes ty nëse ke ndonjë vjersh ose ndonjë poezi që të pëlqen më shumë që recitoni këtu në Kopsht. A ke ndonjë më të preferuar? Po. A mund ta recitosh për ne? Unë jam shqipe nga Kosova, e kam zemrën sa rukova. Unë jam lindur në Mardiv, zemra mra, o për vendin tim. E shikoj qiellin me fluturuar, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qiellin me fluturuar, oj Kosovë sa fort të dua. Oj Kosovë sa fort të dua. Shumë faleminderit Emel, ishe mrekullueshme, edhe shpërndove edhe një mesazh shumë të mirë për të gjithë bashkëmoshatarët e tu, që ta duam Kosovën fort. Faleminderit shumë. S'ka përse. Pas kohës së xhumit, fëmijët të gjithë në radhë duke ecur me kujdes, shkojnë për ta konsumuar zamrën, vakti i cili servohet me kujdes. Si çdo herë, në ora 14 hapet dera dhe prindërit apo kujdestarët mund t'i tërheqin fëmijët, ndërkaq në ora 16:30 mbyllet dera e qerdhes për të mirëpritur përsëri fëmijët të nesërmen. Dhe ja ku i erdhi fundi edhe emisionit të sotëm. Ishim këtu në lokacionin në Çabrat të institucionit parashkollor Ganimet të Tërbeshi, ku pamën nga për të gjitha aktivitetet që realizohen gjatë një dite në këtë institucion. Faleminderit shikues të nderuar që mbeteni besnik ndaj emisionit ton, e patjetër që një falënderim i madh shkon edhe për ata që mbështesin këtë emision. Berton Kids, Kopshti Agu, Kopshti Zgjimi, Kopshti Bleta, Libraria Nobeli, Fabrika Aulona, Pemshitsi Pecuri, Academic School Qendra e Kurseve Mosimore, Leka Farmasi dhe Kopshti i Fëmijëve Little Miracles. Deri në takimin ton të radhës të premtën tjetër ora 17:30, mirëmbëjtje.